që dyshohet se vijnë nga Serbia janë regjistruar së fundmi në hapësirën ajrore të Kosovës, thonë autoritetet. Drejtori i përgjithshëm i policisë, Gazmend Hoxha, nuk e tregoi llojin e dronëve, por tha se policia ka kontakt të vazhdueshëm me KFOR-in lidhur me këtë çështje. Gjatë ditëve të fundit kemi pasur fluturime dronëve që ne po dëshojmë që vinë mbi territorin e Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është në kontakt me KFOR-in, jemi duke monitorimin dhe me pasë çfarë mund të bëhet. Ndërsa siguroi qytetarët se kjo nuk përbën ndonjë rrezik për ta. Është e rrezikshme pjesën e kufirit, po për qytetarët tonë jog ne jemi duke i mbrojtur po ashtu, ndërsa hapësira ajrore është përgjegjësia e KFOR-it. Por në një përgjigje KFOR thotë se nuk ka identifikuar shkelje të hapësirës ajrore përmes dronëve që do të cënonin sigurinë në Kosovë. Ne nuk kemi identifikuar shkelje përmes dronëve që mund ta cënojnë sigurinë e Kosovës. Komandanti i KFOR-it ka autoritet mbi hapësirën ajrore të Kosovës në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999. Prandaj KFOR-i monitoron rregullisht hapësirën ajrore të Kosovës përmes të gjitha mjeteve dhe kapaciteteve që ka në dispozicion. KFOR-i mbetet në kontakt të ngushtë me institucionet e sigurisë së Kosovës dhe me forcat e armatosura të Serbisë. Muajt e fundit presidenti amerikan Donald Trump disa herë ka deklaruar se ka parandaluar një përshkallëzim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.